Ditëve të fundit janë shfaqur pamje dhe fotografi që tregojnë një sasi të madhe lënde të bardhë shkumore, e cila fillimisht mbuloi lumin Lepenec. Pastaj vazhdoi poshtë rrjedhës drejt lumit Vardar. Pikërisht për këtë kanë reaguar nga organizata jo qeveritare Qyteti i Gjelbër Human, nga ku thonë se ky është vetëm incidenti i fundit në një seri të gjatë incidentesh, të cilat mund të ndotin mjedisin, biodiverzitetin dhe jetën e qytetarëve, përsa kohë që disa njerëz të fuqishëm përfitojnë prej saj. Ata thonë se fatkeqësisht një neglizhencë e tillë nuk është as e re dhe as e habitshme, dhe se në vend që të zbatojnë vazhdimisht ligjet dhe të mbrojnë interesin publik dhe burimet natyrore, institucionet që supozohet të mbrojnë qytetarët po veprojnë më shumë drejt mbrojtjes së ndotësve industrial. Ata kërkojnë urgjentisht nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Qyteti i Shkupit të identifikojnë dhe dënojnë përgjegjësit. Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Qyteti i Shkupit mbureshin se inspektorët e tyre janë në teren dhe po përcaktojnë origjinën e substancës së bardhë shkumore. U bëjmë apel atyre që të përfundojnë punën e tyre në mënyrë profesionale dhe transparente, ta informojnë publikun për rezultatet e analizave, të identifikojnë përgjegjësit për ndotjen dhe të mbyllin ndotësit industrial përgjegjës për këtë helmim. Tutje, ata thonë se nuk e pranojnë arsyetimin prej Qytetit të Shkupit, që mbase ndoshta është shkum nga një larje makinash dhe histori të ngjashme, sepse sipas tyre, një larje makinash nuk mund të ndodhë një lum të tërë me shkum, veçanërisht jo me metale të rënda. Organizata kërkon dënime shumë të repta me burg, si dhe gjoba bazuar në të ardhurat vjetore të terroristëve ekologjik, siç i quajnë ata ndotësit. Ata madje thonë se as nuk duan të dëgjojnë më për faktin se nuk kanë inspektor, staf profesional apo para, pasi kanë drejtor ekzekutiv të atyre institucioneve përgjegjëse pikërisht për këtë.